Një tender 1.6 milionësh i dhënë Tinës nga Korporata Energjetike e Kosovës është bërë shkak që 3 zyrtarë të lartë të përfundojnë me akt akuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Prokuroria themelore në Prishtinë pretendon se shitja e 200.000 ton çmyr u bë përmes një procesi të mbyllur, duke favorizuar direkt kompaninë Enertek dhe duke i shkaktuar kekut një dëm të llogaritur prej mbi 300.000 eurosh. Sipas dosjes së siguruar nga insajderi, gjithçka nisi në shkurt të vitit 2021. Edhe pse Komisioni Rregullativ i Prokurorimit Publik kishte dhënë urdhër të prerë që tenderi të publikojë në platformën e-prokurorimi, zyrtarët e kekut e injoruan këtë udhëzim. Vllaznim Emërllahu, Muhamet Selmani dhe Flamur Bekteshi akuzohen se bashkëpunuan që tenderi të mos bëhej publik. Pa asnjë njoftim në KRPP apo në faqen zyrtare të kekut, dosja ju dërgua direkt biznesmenit Elmi Zhugulli. Ky veprim përjashtoi çdo kompani tjetër, duke i krijuar Enertekut mundësinë që të blente çmirin me çmimi minimal prej 1.6 milion euro, ndërsa keku humbi mundësinë për oferta më të larta që do të shtonin fitimin e ndërmarrjes. Momenti ky që akt akuzës është data 23 shkurt 2021. Vllaznim Emërllahu, zyrtari i prokurimit dhe Bartës i Lëndës, ka rrëfyer se si u ndërprer procesi zyrtar i publikimit nga një takim i papritur. Sipas tij, pronari i Enertek, Elmi Zhugulli, ishte shfaqur në korridoret e kekut duke kërkuar llogari me nervozizëm, sepse nuk po ja dërgonin dosjen e tenderit. Në proces verbal, Emërllahu citon ndërhyrjen e prorit të tij. Rreth orës 9 të mëngjesit, nga sigurimi kekut kam pasur kërkesë për takim nga Elmi Zhugulli, pronari i operatorit ekonomik Enertek. Takimi është mbajtur në korridor dhe më ka pyetur sepse nuk po ja dërgoj dosjen e tenderit dhe pyetja ka qenë me nervozizëm. Duke diskutuar me të, ka ardhur menaxheri i departamentit, Muhamet Selmani, i cili më ka pyetur se çka është puna, i kam treguar çka kemi diskutuar dhe ai e ka ftuar operatorin ekonomik Elmi Zhugullin me shku me pikë kafe dhe më ka thënë se unë sqaroj këtë punë me operatorin në kafeni. Pas gjysmë ore ka ardhur në zyre dhe më ka thënë se nuk ka nevojë të ngritet në e-prokurim. Muhamet Selmani, menaxheri i departamentit të punëve dhe shërbimeve, është munduar të distancohet, duke pretenduar para hetuesve se nuk ka pasur fuqi vendimarrëse. Unë nuk kam pasur të bëj fare me këtë aktivitet të prokurimit dhe nuk kam hedhur asnjë nënshkrim në asnjë dokument që lidhet me këtë tender. Megjithatë, prokuroria ballafaqon atë me prova shkresore. Pikërisht me datë 23/2/2021, Selmani kishte dërguar një email zyrtar ku urdhëronte në mënyrë të prerë mos e ngrisni ftesën në e-prokurim, por dosjen dërgojeni vetëm Enertekut. Por organin e akuzës kjo vërteton se Selmani kishte marrë përsipër rregullimin e tenderit jashtë zyrave zyrtare. Në anën tjetër, Flamur Bekteshi, si zyrtar përgjegjës për ligjshmërinë e prokurimit, akuzohej se nuk ndërmori asnjë veprim për ta ndaluar skemën, edhe pse ishte në dieni të plotë. Prokuroria e konsideron këtë si dështim të qëllimshëm për të mbrojtur ligjin duke lejuar nënshkrimin e kontratës me 1 prill 2021. Biznesmeni Elmi Zhugulli ka dhënë një dëshmi të detajuar duke tentuar të arsyetojë se si u njoftua për një tender që nuk ishte publik. Ai pretendon se një person i tretë kishte dhënë një letër dorazi në shkurt të vitit 2021. Zhugulli pranon miqësinë e ngushtë me Selmanin, por mohon kafen. Me Muhamet Selmanin njihemi moti, jemi bashkë vendas, Muhametin e kam si një mik shtëpie. Vajza e vëllait tim është e martuar për djalin e miqës së Muhametit. Me datë 23/02/2021 jam takuar me të rastisht në kek, ndërsa në kafe nuk kam dalë me askënd. Por çka nxori në pa auditorin brendshëm. Ky skandal u konfirmua dhe nga auditimi brendshëm i kekut, i cili gjeti 6 shkelje të rënda procedurale. Auditorët konstatuan se Enertek ishte informuar Tinës duke eliminuar konkurrencën. Dëmi i llogaritur prej 300.000 eurosh bazohet në faktin se një operator tjetër serioz, i cili kishte deponuar 45.000 euro si paraardhënie, u la jashtë procesit për shkak të mos publikimit. Shuma e matshme e dëmit për këtë proces është vlera prej 300.000 euro, duke u bazuar në ofertën e operatorit ekonomik të eliminuar.
Ofertë kjo e cila ka qenë serioze për faktin se operatorët ekonomik të interesuar në këtë aktivitet ka qenë dashur t'i deponojnë paraprakisht sipas dosjes së tenderit shumën prej 45.000 euro si paradhënie, që në më shumë gjas edhe ky operator ekonomik i cili ka deponuar në llogari me çka ka dëshmuar se është ofertues serioz, thuhet në dosjen e prokurorisë të cilën e posedon Insajderi. Gazeta Insajderi ka adresuar pyetje specifike drejt të gjitha palëve të përfshira në rast. Nga zyrtarët e Kekut kemi kërkuar sqarim mbi takimin në korridor, urdhrat e dyshimta për mos publikim të tenderit dhe pretendimin e Bojshëm që unë sqaroj këtë punë me operatorin në kafene. Pashtu kemi pyetur nëse ata vazhdojnë të ushtrojnë funksione të larta zyrtare apo janë pezulluar pas ngritjes së aktakuzës. Pyetje i kemi dërguar edhe biznesmenit Ilmi Zhugolli për të kuptuar natyrën e takimeve të tij me zyrtarët të Kekut, para se kompania e tij të shpërblehej me kontratën 1.6 milionëshe. Të njëjtit kanë zgjedhur heshtjen.